nëse sot në rrjetet sociale, në YouTube, shohim shumë persona të cilët demonstrojnë ushtrime. Marrim skoliozën që folëm. Nëse keni një skoliozë, duhet bëni këtë veprim. Për mua është totalisht gabim. Skolioza jote, mosha jote, gjinia jote, gradat e tua nuk janë të njëjtë me atë çka ai po thot aty. Dhe ti mund të ndikosh negativisht, sidomos në moshat e vogla. Dhe këtu bëjmë një gabim, nëse mendojmë që unë thash 3 mënyra trajtimi, që është fizioterapia specifike, bustët korrigjuese dhe kirurgjia. Nëse ne mendojmë të trajtojmë skoliozën me aktivitet fizik në momentin që ajo ka nevojë për fizioterapi, jemi duke gabuar, duke humbur kohën e trajtimit dhe kemi rrezikun që gradat në rriten. Pra, në varësi të problematikës mund të bëjmë doktori vetes, siç thot populli, por duke kuptuar se kur është rëndësia e saj. Nëse ne kemi dhimbje qafe me ato shqetësime që unë thash pak më parë, me mjegullime, zhurma vesh, patjetër që nuk mund të bëjmë çdo ushtrim. Edhe unë kam tentuar të nxjerr në rrjetet e mia sociale disa video, por i shkëputa shumë shpejt sepse mund të keq interpretohet nga kushdo që i shikon nëpër shtëpi dhe mund t'i shtohet dhimbje dyfish.